Mustafa Martinaj është paraqitur për herë të dytë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të procesit gjyqësor që lidhet me pronat e djalit të tij, Ervis Martinaj. Seanca gjyqësore u shty sërish për shkak të mungesës së dy avokatëve, por pas daljes nga ambientet e gjykatës, Mustafa Martinaj bëri deklarata të forta për mediat, duke akuzuar autoritetet për mungesë vullneti në zbardhjen e fatit të birit. Ai u shpreh se ka dhënë prej kohësh koordinata të sakta dhe emra konkret të personave që sipas tij janë të përfshirë në ngjarje, por pavarësisht kësaj nuk ka pasur asnjë lëvizje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Sipas Mustafa Martinaj, deklarimet e tij janë bërë edhe në strukturat të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku ai thotë se ka dëshmuar me kërkesën e vet, duke treguar gjithçka që di për rastin. Ai shtoi se askush nuk është interesuar më tej për informacionet e dhëna prej tij dhe se çështja po lihet pas zgjidhje. Zhdukja e Ervis Martinaj vijon të mbetet një nga ngjarjet më të bujshme dhe më misterioze të viteve të fundit në Shqipëri, ndërsa familjarët kërkojnë prej kohesh zbardhjen e plotë të rastit.